Përshëndetje të gjithëve. Tani ndodhemi në fshatin Vidovë, tek familja e Aldit, ku Aldi është një fëmijë i vogël, 9 muajsh, dhe ka probleme me shëndetin dhe familjarët e tij, prindrit e tij janë munduar që t'i bëjnë vizita, ta shpinë në Tiranë shumë herë dhe duhet të shkojë shumë herë, dhe për një muaj i ka thënë mjekët që do vizitohet dhe do operohet nga zemra, sepse ka 2 vrimë në zemër. Dhe kjo është shtëpia ku jeton Alvi, dhe edhe te kjo shtëpi po do ta dëgjojmë babin e tij se si e ka këtë shtëpi, është me qira dhe mundohet dhe përpiqet për të punuar dhe për të krijuar kushte Alvit, sepse është i pamundur dhe do një vizitë dhe do një operacion që ai të vazhdojë jetën e tij i shëndetshëm dhe Zoti ta ndihmojë. Përshëndetje dhe tani Alvi është 9 muajsh dhe do më thuash çfarë problemesh ka Alvi dhe çfarë keni hasur gjatë kohës, domethënë të lindjes së në vazhdim. Atëherë para 9 muajsh erdhi në jetë djali. Nuk e dinim, shazania shkoi shumë mirë. Mbas lindjes na than doktorët që djali ka probleme në zemër, 2 vrima, një vend të ngushtë. Më thanë që duhet bëhet operacioni me hepatitën para 6 mujosh, sepse edhe mund të mos jetojë. Më thanë, mirë po me mundësinë që kam patur, kur bet, Greqi, Shqipëri, me aq mundësi sa kam patur, kam shkojtur, kam çuar për vizitë në doktorët, Tiranë, kudo. Operacioni kushton shumë, diku 7.000 euro. Unë në pamundësi nuk kam kushte, vetëm punoj, herë punoj, herë pa punë, herë me punë. Edhe se di se si do t'i... Ju falenderoj të gjithëve fondacionit të Kurdistanisë të Fëmijëve, që edhe të gjithë donatorëve që më erdhën edhe këtu. Edhe ju kërkoj disa të më ndihmoni që të operoj djalin edhe ta çoj djalin për vizitë në doktori. Sepse edhe nuk ka mundësi me të ardhurët e mia që ta çoj në doktori, si për operacion edhe si për vizitë. I lutem të gjithë njerëzve të më ndihmojnë sa do pak që të kenë mundësi.